Shërbimi Zerfikës vazhdon të jetë në gatishmëri të plotë 24 orë në 7 ditë të javës, duke reaguar me kohë dhe profesionalizëm ndaj çdo rasti emergjent, edhe në kushte të vështira atmosferike, sipas Feti Magushit, ushtrues detyre zëvendës Togu. Angazhimi i ekipeve gjatë kësaj periudhe ka qenë maksimal dhe i pandërprer. Gjatë kësaj periudhe në përgjithësi të shtuar angazhimi ka qenë maksimal dhe i pandërprer. Ekipet e Zjarfikës kanë qenë në gatishmëri të plotë 24 orë, duke reaguar në kohë dhe për profesionalizëm në çdo situatë që ka kërkuar ndërhyrje. Agushi thekson se sfidat kryesore kanë qenë kushtet e vështira atmosferike, rritja e thirrjeve emergjente dhe nevoja për reagim të shpejtë në disa raste njëkohësisht. Sfidat kryesore që kanë qenë kushtet e vështira atmosferike, rritja e thirrjeve emergjente dhe nevojat për reagim të shpejtë. Në disa raste njëkohësisht, megjithatë, fal koordinimit të mirë dhe përkushtimit të stafit kemi arritur t'i përballojmë me sukses. Ai thekson se donacionet janë thelbësore për rritjen e kapaciteteve operative dhe për sigurinë në terren. Donacionin e vlerësojmë shumë sepse ato përkthejnë drejt për drejt në rritje të kapacitetit tonë operacional. Çdo pajisje shtesë është mbështetje për neve si brigade Zjarfikësa, konkurrente për sigurinë e qytetarëve dhe për punën tonë në terren. Në fund, Agushi ka apeluar për kujdes maksimal në përdorimin e mjeteve piroteknike, duke paralajmëruar për rreziqet që ato paraqesin. Sa i përket mjeteve piroteknike, apelojmë për kujdes maksimal dhe respektim të ligjit. Përdorimi i pakontrolluar i paraqet rrezik serioz dhe për njerëzit dhe pronat dhe mjedisit. Siguria nuk është festë, është përgjegjësi e përbashkët. Zerfikësit mbeten në gatishmëri të plotë për të garantuar sigurinë e qytetarëve, ndërsa institucionet dhe qytetarët ftohen që përmes kujdesit dhe bashkëpunimit të përbashkët të kontribuojnë në parandalimin e rreziqeve.